policia merret me statistika dhe me faktet patjetërsueshme. Domethënë pa asnjë pikë dyshimi këto 4 komunat, Matan, Lumit, Ibër, ashtu siç e tha edhe Togeri, domethënë Erdoani kjo qëndron. Dhe pse qëndron? Në aspektin e sigurisë po ja filloj më së pari. Stadi i parë i sigurisë, pra siguria personale e personit është e siguruar tashmë. Nuk ka rrezik. Stadi i dytë, siguria private e personit dhe e familjes së tij është e siguruar, sepse nuk ka incidente. Stadi i tretë, domethënë siguria publike, që është policia e Kosovës, kujdeset për të dy stadet e para, kurse stadi i katërt që është siguria nacionale. Këtë Republika e Kosovës e bën edhe me sigurinë publike dhe institucione tjera, por në bashkëveprim me Bashkimin Evropian, por edhe me atë që kryesori misionin NATO-s Kosovë. Në aspektin kriminalistik, janë dalë domethënë statistikat. Është pa që policia e Kosovës po të reagon ty 8 deri në 10 minuta është në vend ngjarjes. Këtu shihet profesionalizmi policor, që është ai hapi kryesor. Kështu shihet edhe relaksimi qytetar polici, duke pas parasysh që tash 2 vite nuk keti asnjë incident të vetëm etnik. Ajo që kam kalon mu për shtypje, mosdurimi racor, etnik dhe fetar, ka shdryp në 87% paramendoni, dhe zjarvënja ka shdryp në 88%. Duke pas parasysh se çfarë mosdurimi ka pas, më përpara sa kanë qenë kryekriminali aty Radojqić me grupin e tij terrorist, dhe sa ka pas zjarvënje në se ti nuk i ke shku për shtati aty kryekriminali, do me thonë të ka tjek edhe vetura, por edhe prona. Nuk ekzistojnë mu atë. A kjo është e tejkaluar gjithmonë që mund të keq kuptojmë të qytetari. Kjo është aspekti i sigurisë brendshme. Kurse në aspektin e sigurisë jashtme, stadi i sigurisë ty po të mbeti portokall, që do me thonë e brisht, e qet, por tash vetëm me tentim tensionimi dhe asesim të destabilizimi, sepse Republika e Kosovës është në vigjilencë, qarqe destruktive janë Serbi, sillen rrethin vicios, siguria jashtme me të brendshme ndahen, por ja që policia jonë e ka çdo do me thonë 100% kontrollin në çdo pjesë të Republikës Kosovës dhe po është vigjilente ashtu dhe si duhet jetë, sepse në botë ke pasiguri, në Evropë ke luftë, në anën tjetër në Ballkan Serbia për fat keq është aleati kryesor i Rusisë me luftën speciale të konvertuar me luftë egër hibride me propaganda dhe dezinformata, dhe vetëm me këtë stat ne duhet vazhdojmë mos t'i ndalim proceset përpara.